Atëherë Beethoveni tha letës se dishte shumë mitrën e mamit nga poshtë me rrezet forta, me acidra të forta. Sa bëj sterezi nga djegjet dhe del shpirti, si thon del hija. Por është fuqi. Po, fëmijë që kam Beethoveni kap si sa s'ka që duhet tjerëve. Del dhe futet në trup, si i thot letës pastaj, letë, do më djegësh më që të dalë si hije. Po, sepse rigjenerohet trupi dhe futet direkt. Futet direkt ka... si quhet? Kapsi, që kam mësuar fuqia. Po leta pse u kthye hije. Se gjoja është djegur dhe është hije, jo. Leta zhduket. Po, gjanë si hije, zhduket. Kjo është. Po si futet në trupin tjetrit. Po, edhe leta futet. Dhe i bie që është fuqi. Po, leta po hap shumë të lashe. Djali nuk e dalë më. Po, e dojë që dole, i tha mos më di që mos dalë. E gjenerohet trupi dhe futet në trupin e vetë. Po, se është në barkun e nënës. Shërtes kjo? Apo shalloho? Që bënë sikur dele, bënë sikur hynë. Po, më nuk kam barkun të fryrë, që mund quhet shtazani. Dhe të një gjanë si normal gjoje. Po, se arjeta i bën shërbim. Pastaj më godasin prapë dhe dalin vijat. Po bëhemi që mrekizi durit. Po se mbushim gjithë vija në mbas dite. Shkëputën prapë. Nuk kam fuqi t'i mbaj. Ajo është një sekret. Çoj ma do rezistoj. Ajo vjen që di si flas, por është vërtet. Do shqipni në darkë. Nëse nuk rezistoj, ajo shkëputet. Po ka dhe shkëputje këtu, pjesa këtu, që del gjithë këputja. Po e shkëpusin mishin. E djegin aq shumë sa e shkëpusin nga njëra tjetra, edhe këmbët, i godasin për t'i shkëputur mishin. Po, goditet mishi i këmbës dhe merr vija shkëputja. Kur ti e bën kështu, ajo është gropa, se ta ka shkëputur nga goditjet dhe djegjet e forta. Të i bëjnë shkëputje.